Top Albania Radio, she's on air. Hey, jemi në She's on Air në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam këtu me Livian, Weiden, Rezen, Desianën, Egi. Ti jashtë. Engi, mor Engi. Hajde. 3, 2, 1. Jemi në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam këtu me Livian, Weiden, Rezen, Desianën dhe Engjin. Patjetër që energjia nuk do mungoj asnjëherë. Dhe sot kemi një të ftuar e cila ka tundur skenën e vërputhes me dinamikat që ka sjell, ka bërë zhurmë. Ka bërë zhurmë në mënyrën se si ajo i ka zgjedhur pëlqimet, i ka trajtuar takimet, edhe në studio nuk ka ngelur më pak. Marcela, mirë se erdhe në She's on Air. Mirë se ju gjeta goca. Fillojmë direkt me një pyetje kështu bam bam. Jepi. Ty publiku të sheh shumë të guximshme dhe shumë të fortë. A jeti vërtet kaq e fortë emocionalisht në jetën tënde personale? Absolutisht, po, unë kam ardhur në përputhen duke qenë totalisht vetvetja pa filtra, besoj se ka qenë e qartë gjithë kohë, sepse sido që të jetë mendoj që guximi nuk mund të shtiret. Kështu që Kush është Marcela për te kamerave? Çfarë është, do të thënë, na trego pak më shumë për veten tënde, familja, jeta jote. Në kamera unë shfaqem ajo vajza që bën show, që është e guximshme, me djemt, dhe në aspekte të tjera, por ajo çfarë nuk kam shfaqur për shembull në ekran është ajo ndjeshmëria ime. E kam shfaqur në momente të caktuara, po jo realisht atë butësinë time, atë delikatesën time, sepse normalisht është vetë formati që nuk të lë të jesh delikate se të hëngrën pastaj. Kështu që të kafshojmë. Kur je fut fillimisht në përputhen, je fut më shumë për të kërkuar dashurinë apo sepse po kërkoje një eksperiencë televizive? Unë jam shumë aventuriere si person dhe më pëlqejnë shumë eksperiencat e reja. Përputhen deri tani është një nga eksperiencat më të veçanta që nuk ma ka pritur mendja që mund të ekzistonte një eksperiencë e tillë. Por normalisht që mua më pëlqen shumë televizioni, jam marrë me televizion vite përpara. Kështu që më pëlqeu ideja që të riktheja në televizion. A të ka ndryshuar shumë jetën hyrja në përputhen, domethënë si ka qenë ndallimi përditshmërisë tënde para hyrjes në përputhen dhe me tani? Të them të drejtën, nuk kam ndonjë ndryshim të madh, drastik deri tani, por ndryshimi më i madh është internal. Pra ajo mënyra se si unë ndihem me veten, rritja shpirtërore që kam pasur dhe mentale sigurisht. Dhe publiku të njeh më shumë tani besoj se më përpara. Një farë ndryshimi është. Po. Sa xheloze je ti në 1/10 në një marrëdhënie? Nuk jam tip xheloze, sepse e kam bërë punën e brendshme me veten. Nuk e di. Po ti aty në studio i ha ato të gjitha. E çka mendon se është gjëja që keq kuptohet më shumë ti nga ty? Kurtra? E çka keq kuptohet më shumë ti? Çfarë keq kuptohet? Dhe me thënë ti mendon që publiku ka diçka që nuk e ka kuptuar. Thjesht fakti që unë shfaqem më së shumti agresive në thonjza gjatë kohës time në ekran. Unë në jetën time të përditshme nuk jam fare agresive, nuk më pëlqejnë konfrontimet, mundohem që çfarë do lloj konflikti që të kem me një person ta bisedoj në një mënyrë shumë të butë dhe të qytetëruar. E pse në studio vepron ashtu? Sepse siç ja thash, është vetë formati, kështu që Marcela, në rrjetet sociale të tua ne shohim shumë foto provokative. Je paragjykuar ndonjëherë qoftë nga femrat, por edhe nga meshkujt? Po, sigurisht, edhe përpara se të nisja rrugtimin tim televiziv, unë gjithmonë kam qenë e njëjta, siç e thash, kam qenë shumë guximtare në fotot e mia dhe sidomos në storyt që gjithmonë kam nxjerr. Tani e kam ulur pak volumin, duke qenë se pse ul? Sa vjen e duhet ta rrisësh, mendoj unë. Është e vërtet, po shkaktojnë reagimet e mia shkaktojnë shumë provokime psikologjike tek njerëzit. Më para, unë të kam ndjekur në TikTok, flisje për horoskopin.
Jo vetëm për horoskopin. Po tani. E bën më? Faktikisht u bë disa kohë që nuk postoj video në TikTok me tematika të ndryshme të jetës etj etj dhe postoj vetëm çdo gjë që i përket emisionit. Të mbetemi pak te emisioni nga djemtë përputhen, cili të ka tërhequr më shumë deri tani. Po çfarë kështu të bëjmë tani? Po sigurisht i dashuri im. Po varet. Të septi çka me që jemi midis gocave, ai dashuriot më përndjek. Të përndjek? Po. Pse? Sepse Opa. unë kam Desiana. Desiana, po, e dim ka thënë. Të ka thënë? Okej. Jemi shumë transparent me njëri Më ka tjetrin. çfarë follow? Po. Dhe më shikon çdo story të mundshme që unë postoj. Po, e di, Se po. quhet për ndjekje kjo? Po nuk e di, se një çu gjë është i lidhur të Ajo ndjekje një vajzë tjetër, po duket për ndjekje. I dalin story dhe i shikon, po për ndjekje është. Besoj Jo, që një thjesht follow e është shumë normal në ditët që po jetojmë. Jo, Ndoshta edhe Marsila mund bëj follow djembe pas një të keq dhe i shkruaj story. Dua ta di pak nga Marsila si e di për Desianën që e Çfarë të ka thënë? Shikoj, bëra edhe në një Faktikisht- forum shakaje, se nuk po them që më përdjek, se përdjek është në moment që të 24 ora mbrapa, po thjesht e thash edhe me humor. Kjo ishte e gjitha. Mos e ki problem, unë të thash, unë nuk jam xheloze fare dhe marrëdhënia ime me Richardin Po, e është kemi parë këtë pjesë. miqësore. Ideja është që normalisht që edhe neve bëjmë thashë theme mbi njerëzit që mund të kemi vërtet të tjerë dhe më ka treguar, tha ja kam nxjerr jetën kësaj. Pritni. Por e ka një pëlqyer përpara se çfarë do të thojë njerëz? Se edhe mua më shohin çuna na në showbizit shpjegoni pak, story, por ora. nuk mendoj se më përndjeki. Shko, këtë gjë nuk e di çfarë i ka thënë, prandaj dua ta dëgjoj çfarë i ka thënë. Desiana do na tregosh se çfarë ka ndodhur? Të ka apo- shkruar ose ku ti? Jo, në këtë rast ndoshta ka qenë e bezdishme. apo jo. Nuk e di Ka më shkruar. Po hape kërko Ça drama, shumë. Si dalin këto drama të papritur fare. Shkrim të ja kam nxi jetën, ju lutem. hape dhe mesazh. Mund t'i ketë Gjeri shkruar këtë mesazh. disa herë. Ndoshta mund t'i ketë shkruar disa herë. Nuk e kam, thjesht më ndjek. Të jemi Okay. të qartë. Okay. I bie që ato që Jo, nuk i shkruajnë pas ka shkruar, nuk që nga kriminela, po. Po Marsila e dinte që të kanë shkruar. Mund ndodhi që ti fshish mesazhet edhe Jo, ose ndjek atë se mund të fshi mesazhe. Nuk e di, ndoshta dhe jemi keq kuptuar, por që ma ka thënë si gjë, domethënë nuk kam ndonjë gjë për të fshehur. Po mbase ka dash të jetë i ftuar në emision dhe Richardi. Kush e di, po pra. Po s'është nga ato Ta Richardi që kontrollojmë bën gjitha kështu mos ta ndjek provokime. Richardi ose ka mureo njerëz. Unë dua të them që jeri një çift shumë i bukur bashkë. Faleminderit. shumë. Edhe ti je shumë e bukur Desiana, prandaj të pëlqeni dashuri. domethënë pak po kuptoj, a mos e një gjë në këtë çifti hapur, lidhje e hapur me njëri tjetrin edhe nuk ju prish punë qofse tjetri ose tjetri ka ndonjë marrëdhënie ose ndonjë pëlqim për dikë tjetër. Jo, faktikisht nuk jemi të hapur, por jemi dy persona që janë të vetëdijshëm mbi natyrën njerëzore. Fakti që ne jemi në një lidhje së bashku nuk do të thotë që syri i Richardit apo syri im nuk do pëlqejnë persona të tjerë. Kështu që mendoj që është totalisht normale, një femër që është fizikisht e bukur vlerësohet dhe nga unë. Mund të jemi duke ecur bashkë në rrugë dhe them shisa e mirë që nga kjo, e kupton? Unë nuk e suportoj këtë, më falë, po. Është varet nga Nuk karakteri i jam personit. xheloze si femër, po nuk e suportoj që Po pse jo, atë ca ka? tim me mashkullin që e shef ai, e shoh dhe unë edhe Po syt jam me pa, diçka që është e bukur është shoku një gjë. Unë e di që mashkulli im do fantazoj për një femër tjetër. Unë s'mundesh ta shmangësh të gjë nga natyrë. mund të fantazoj për mua dhe 7 personalitetet e mia, por jo për Po është ego ajo që nuk e pranon dot këtë gjë. Po ju e dini të gjitha. Nuk e pranoj dot realitetin, unë aty do e imagjinoj për një tjetër. Po pra është ego që se pranon dot, po në realitet e dini të gjitha që ndodh dhe gjithmonë do të ndodhi edhe me burrin tuaj. Edhe derisa e kalon shumë lehtë kur e planon realitetin. Po, Imagjinoj ai të për një lidhe. vajzë tjetër kur unë jam aty gjithë ajo femër. Po pse s'kam ndonjë gjë? Jo. Pse as Jeta është multidimensionale, nuk mund të pëlqesh vetëm një gjë, qoftë femër, qoftë lifestyle, çfarë po do të mirë. gjësh. Deri në këtë pikë ti je dakord. Po tradhtina do ta falje? Tradhtin do ta falja vetëm nëse mund të ishte një one night stand që ai nuk e shef më me sy.
Ashtu Do të thënë që nuk dhe do ta ka pranonte. fare Nuk kontakt. ka lidhje emocionale pas one night Okej, stand. okej. Fizike. Me këtë deklaratë one night stand shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi. Marr frymë. Se pa na trondit. Jemi rikthyer këtu në Shizoner. Mund të na shikoni dhe në kanalin 10 në digital dhe në 100 FM në Top Albania Radio. Marciela, si thu që të flasim pak për lidhjen tënde me Richardin? Patjetër që po. Tani jemi vetëm ti dhe Richardi, nuk kemi më njerëz tjerë, okay? Po. Okej. Tani të flasim haptas. Në Marcela dhe Richardi, njerëz të tjerë s'ka pas dhe unë nuk kam. Jo, sepse të ka përmend. Apo jo, ti e the vetëm. Më ka thënë që ja kam zgjedhur, kështu që tani në çift të shtëpisë tjetër, unë nuk kam qenë as herë e treta dhe s'doja. Po jo, në momentin që ai e përmend nuk është një e tretë. Po pra, Diskutim. Pa ndoshta se kishte fare për ty modest, po jo se shpatë. ta i lëm njerëzit e tjerë. Jo, përderisa ta lëm njerëzit e tjerë se pak më para, po t'jeni pak më të vëmendshme goca, ishte pjesa që unë thash që mua më ka bërë follow dhe më ka parë storyt Richardi. E po tani ne mund të ishte edhe çuni tjetër i ndrit, jo mund të flisë edhe për një person tjetër, po ne jemi vajzat e ne po flasim për përcofën. përcofën. Richardi për vete. Shtatanike. Unë gjëra pa të shëmtuara ndonjëherë. Lidhja ime me Richardin ka nisur shumë natyralisht jashtë emisionit, gjatë kohës që çdo gjë zhvilloi në jetën e përditshme, neve u njohëm, filluam duke treguar vuajtjet e njëri tjetrit, peripecitë që kemi kaluar dhe faktikisht kjo është gjëja që na lidh më së shumti, domethënë sepse kemi pasur të dy një dinamik të njëjtë fëmijërie dhe pak a shumë një jetë të njëjtë. Dhe prandaj jemi kaq protektiv ndaj njëri tjetrit edhe në emision. Është interesante në fakt sepse çfarë lexohet nga publiku është që keni goxha kemi me njëri tjetrin, edhe nga videoja që doli në klub ku ju kërcenit me njëri tjetrin, lexohej shumë që domethënë ajo kimia, tensioni seksual e të gjitha dhe të dalim me këtë tërheqjen pastaj që prit se neve njihemi pak më thellë me njëri tjetrin në shumë gjë e bukur. Po, është diçka që nuk është faqur akoma në emision, por realisht kjo është arsye kryesore pse ne jemi bashkë. Shumë e bukur. Po i ndriti se ti ke pas edhe disa dalje. Të lutem, nuk dua as t'ja dëgjoj emrin. Si ka pritur këtë gjë? I ndriti ti është vrarë më së shumti ego, nuk është një person që do t'ja di shumë për ndjenjat, më shumë se sa për egon e tij. Kaq. Dua të ndalem pak se tham që do ta lëm pak jashtë këta njerëzit e tretë, po. Dhe fokusohemi edhe pak më shumë ndoshta tek ty. Çfarë ka qenë kjo fëmijëria e vështirë? Çfarë ke kaluar? Ndoshta në vijat e trashë, nëse ti të ndihesh më komode. Po ja, kjo është fëmijëria ime dhe le të themi dinamika e gjithë jetës time. Kam qenë një fëmijë që kam rritur veten time, le të themi emocionalisht, mentalisht, nuk kam pasur ndonjë suport nga prindrit, sepse ju e dini pak a shumë se si janë prindrit shqiptar që nuk i ke shumë për të qëndruar pranë fëmijës apo për t'i kuptuar psikologjinë etj. Dhe normalisht kam rritur veten time dhe kështu më ka shkuar gjithë jeta duke ja dalë mban vet në çfarë do lloj sipërmarrje që Po se si ke marrëdhëniet me prindrit? Marrëdhëniet janë të mira, por në mënyrë paksa sipërfaqësore, le të themi, tipike prindër shqiptar dhe fëmija. Kanë qenë pro apo kundra për pjesëmarrjen tënde në përputhjen? Mami im, unë faktikisht kam vetëm mamin për momentin, sepse babi ka ndruar jetë. It's okay. Mami im është një person mendje hapur faktikisht dhe më ka mbështetur gjithmonë edhe në çmenduritë e mia. Nuk e ka shumë mentalitetin shqiptar, është një person që nuk e vret shumë mendjen. Kështu që kam marrë suport nga mami. Por duke qenë se tha që i rritur nga siç janë prindërit shqiptar që janë goxha të mbyllur ose nuk i hyn psikologjisë. Po mami nuk qen ka ashtu. Domethënë çfarë ka ndodhur, nuk di si. Mami ka qenë një person i ftohtë emocionalisht, që nuk e shfaq dashurinë shumë me anë të fjalëve apo më së shumti e ka me veprat. Por që sido që të jetë, siç e thash, nuk është se ka ndonjur pranë fëmijës kur ka përjetuar trauma ose që për shembull t'ia din, shiko, ne kemi këto probleme në çift dhe fëmia jon po i përjeton.
Po, nga këto trauma që mund të marrësh me vete nga fëmijëria. Çfarë mendon ti se si një vajzë e cila e ke studiuar shumë mirë veten tënde dhe e kupton të gjitha emocionet e tua se nga vijnë dhe si vijnë, çfarë është ajo gjë që ti e pasqyron edhe në marrëdhënie nga ato çfarë fëmijëria jote ty të ka dhënë? Është një temë shumë e bukur e gjerë faktikisht. Le të marrim marrëdhënien që kisha me Indritin në emision. Siç e kam thënë edhe përpara, Indriti ngacmonte traumat e mia fëmijërore, pra ku ai më bënte që ti kërkoja dashuri. Ti kërkoja vëmendje. Diçka që unë e kam bërë edhe me babain tim. Edhe duke qenë se ai nuk e jepte, unë u bëja ankthioze, anxious attachment. Edhe mund të themi kjo është një nga traumat që është shfaqur gjatë jetës time, por normalisht kam punuar shumë me to. Shumë mirë, domethënë shumë interesante dhe shumë mirë që mund ta kuptosh se mund të futesh ndoshta në një marrëdhënie që nuk të përket edhe të duket sikur është ideale për jetën tënde. E luftove shumë ndoshta këtë pjesën me Indritin për t'u larguar dhe a ishte Richardi si thosha drita në fund tunelit për ty? Jo, nuk e luftova shumë, sepse normalisht kam kaluar marrëdhënie të tjera ku jam konsumuar, si thua, kanë qenë pasqyrë e të gjithë hijeve të mia. Dhe kur e pash që po përsëriste njëjta gjë me Indritin, me të cilin nuk kisha asnjë kurfar lidhje përveç se asaj kimis televizive, thash okay, ky s'është për mua. Po mirë, kush ka qenë ajo fjalia që ka thënë Richardi, të cilën ty të ka bërë të kuptosh që jeni goxha lidhje me njëri tjetrin përveç se fizike, po dhe shpirtërore? Nuk mund të them fjalia, po është energjia e tij, mënyra se ai më trajton, sepse dihet që ne femrat nuk kemi nevojë për agresivitet. Dhe një nga gjërat e reja që unë po provoj në marrëdhënie me Richardin, që asnjë djalë tjetër nuk më ka bërë që ta ndjej, është që me Richardin nuk ka lojra mendjesh, edhe siç e kam thënë te story, dhe betejë egosh. Indriti nuk ishte një çun agresiv ama. Siç e keni parë, Indriti është agresiv si natyrë. Vërtet. Nuk është bërg, ai është vetë atje e vërtet. Po tu kthehej mbrapsht, do i kishe dhënë përsëri një shans? Jo, kur. Çfarë do t'i thojë live tani Indritit nëse është duke të dëgjuar? Për mua nuk ekziston Indriti, është fshirë. Domethënë do i thuash ti nuk ekziston. Vërtet? A je penduar për çka ke pas në Indritin? Pse s'ka qenë e qartë në deklaratat e mia. Kristi, po. Krisi. Çfarë marrëdhënie keni pas ju para se ju të ishit në përputhen? Keni qenë në një marrëdhënie si? Kemi qenë shok. Ne do rikthehemi pak në këngë dhe vim prapë pastaj. Jemi rikthyer këtu në Shizon Air, kemi Marsielen dhe do kalojmë në një video që ka bën nami në rrjetet sociale, okay? Po flasim për takimin tënd me Richardin ku ti ke ngrënë nga muskujt e tij. Mund ta shohim në live? Ju lutem, më thonë, ju nuk ta kuptoni me të dashurin tuaj, që të kishit të dashur si Richard. Sa e mirë muskuj, të palestruar. Nëse do kishit dashur si Richard. Me muskuj e kam fjalën, se s'mund t'ja hash kur e ka luq kraun, kështu që vetëm ka të si Richardit apo Po, është i pari dhe i vetmi. Që hakru do nga një muskuj. Ana tjetër, kjo ka qenë mënyra se si ti e përgjigjur rrjeteve sociale, në koment. Ka marrë shumë komente negative. Shumë. Jove femrat që ju duket e shpifur që të hash diçka si për muskujve të dashurit tënd, a e lëpini ndonjëherë burrin tuaj kur bëni seks apo vetëm hapni këmbët? Zan. Se s'ka asgjë të shpifur këtu përveç se mentalitetit të neveritshëm që keni si në tuf shqiptarët. Si një tuf shqiptarësh, po. Tuf shqiptarësh, e vërtet. Domethënë janë reagime të forta, veprime të forta dhe reagime. Po mirë ka. Kur ti vendos ti përgjigjesh sepse je prekur nga këto komentet.
Unë nuk para prekem nga komentet, por më bezdisin kështu si një zhurmë në background. Domethënë nuk shoh ndonjë arsye që të bëhet kaq e pisët, të shihet si një veprim kaq i pisët, sepse fundja fundit kur jemi të lidhur me dikë, do ta lëpish o vlla, do ta lëpish në qafë. Juve nuk e lëpini dashurin tuaj në qafë? Unë e puf, më thënë të drejtën. Po mirë pra, pufja French kissin do ta bësh edhe në qafë. Mund ta lëpish edhe në pjesët e tjera të trupit kur bën seks apo jo. Kështu që Thjesht nga që ty të kam patur e se nuk është është e pa bërë. Po këtë po them pra, pse duhet të jetë? Po e bëjnë mbas orës 12. Jo, edhe mund ta bëjnë edhe në mëngjes. Ndodh edhe në mëngjes, jo vetëm pas kamerave. Po pse çka ka ta bësh në kamera? Është një diçka shumë njerëzore. Shiko, është vërtet që neve jetojmë në një mentalitet i cili është vështirë, domethënë dhe këto tema vazhdojnë të jenë pak tabu, sado që shqiptari dhe thotë që jo nuk është më tabu, dhe vështirë dhe për tu updateuar ndoshta edhe me këto lloj pamjesh, dhe duken pak të rënda, shumë normale brenda kamera. Patjetër. Pse duhet jenë të rënda? Nëse unë do isha në një reality show jashtë Shqipërisë, to do ishte normale dhe unë do kisha ndonjë vëmendje kush e di se ç'a. Shumë mirë që e ke shumë mirë për ty dhe të bësh mirë ato kru do të mendoj. Vërtet unë mendoj që më shumë komentohet fakti që këtij gjën kemi pasur dhe këtë kërcimin super sensual tjetër. Ju lutem duhet shihni fytyrën e Richardit në fund kur e puth në qafë. Është meke. Ja prit. Sot është dita e qafës. Po. Dhe i ndriti pastaj. I ndriti qesh, nuk e kuptoj, është një qeshje nervoze Richardi apo është e ndjem? Ama është që shikon me ma vëmendje i ndriti. Sa po vere. Nuk do t'ja di shumë i ndriti. Ama shumë komod jeni aty. A ka pasur diçka më shumë jashtë emisionit? Me Richardin? Po. Jo, e thash dhe në emision që nuk kemi bërë akoma seks. Vërtet? Kam përshtypjen që ti do ta pranoje kështu hapur. Po pra, nëse do ndodhte, domethënë se keni bërë. Ajo që fjalin deri në fund, nuk kemi bër akoma. Nuk na e mban. Domethënë atë që nuk e the ti e plotsoj ajo që nuk e ka parë një sekond si s'jam ban. Nuk na e mban. Po pra, po do bëhet më intensive marrëdhënia që kemi me njëri tjetrin dhe kemi frikë, na frikson ky intensiviteti, sepse normalisht seksi lidh më shumë me dikë. Dhe ti je në ato dinamika aty, është çik shumë spicy dhe pak e rrezikshme. Kështu që po japim kokos, dhe them drejtën ndihem mirë për këtë gjë, sepse zakonisht në marrëdhëniet e sotshme në përditshmëri seksi ndodh më shpejt se sa ka ndodhur në kohët e dikurshme, dhe unë me Richardin jemi kthyer në kohët e dikurshme. Ja ju që paragjykoni, ja. Kemi 2 muaj bashkë, domethënë. Bravo të qoftë, më i çup. Po me Indritin a ka ndodhur më shpejt apo s'ka ndodhur me Indritin? Jo, as me Indritin s'ka ndodhur. Nuk ka ndodhur? Të dyshoj. Me Indritin kam qenë vetëm një muaj, më shumë ka me nuk e besoj shumë. Ishte pak shumë. Ju lutem mos më pyesni më për Indritin, lutem. Okej. Do e marrësh pak Richardin në telefon tani duke bëjmë një prank. Si qull? Indriti. Dgjoj, unë mund ta shaj Indritin, po e kam thënë gjithmonë që Indriti nuk është qull. E ka thënë është fjala hamshor. Fytyra ime në këtë moment. Do marrim pak Richardin në telefon dhe do t'i themi që do futesh në Big Brother dhe të shohim se si do ta shohë ai dhe ti thua se do bësh dhe ti një pauzë në përputhjen. Po pra, po Richardi është smur dhe nuk po e hap telefonin. Ne shpresojmë që Zoti të jetë me ne sot dhe me Richardin që ta hapi telefonin dhe ta shohim. Akoma nuk keni shkruar për sot? Jo, fotem telefon, po. Nuk e di kush. Çfarë mendon ti, a do e ndalonte rrugtimin Richardi për ty? Richardi ka diçka që sa herë ne bëjmë argumenta me njëri tjetrin ose kemi ndonjë moment konflikti, ai demotivohet dhe thot do ta lej fare misionin, nuk do vi më. Pastaj kur bëhemi mirë, çdo gjë rregullohet, po.
Po mirë, është shenjë mirë kjo. Mund të thosh, okay, më e lejm. Sukses. Po mund edhe ti thosh që unë s'do futesh. A mendon? Do ta gjej Richardin të thosh? Jo, se ka Richardi atë. Po mirë, Nuk po të më të ndalon, thoshte, po ta më kërkonte. Shiko se ti nuk do futesh aty. Do ta Do gjej? sfidhi Richardin apo Lorën? Kjo busqeshja. Është çik pyetje e vështirë tani. Dhe lojtare dhe e guximshme. Nuk mendoj që vlen për mua kjo pyetja, sepse pikë së pari lidhja ime me Richardin është shumë e freskët për t'i dhënë këtë rëndësinë kaq të madhe sa të loj lojën. Si tani për momentin. Dhe Ça të vjen instinktivisht përgjigjesh kur të bëhet pyetja. Do bëja lojën. Do bëja lojën sepse dhe Richardi do më përkrate. E do këtë lojë, domethënë. Do e doje shumë të Big Brother me çfarë po kuptoj. Them drejtën, nuk jam ndonjë fanse shumë e madhe Big Brotherit, do isha kurioze se si mund të isha, sepse aty mund të jem totalisht vetvetja, jo vetëm në drejtim sentimental, por më duket një presion psikologjik shumë i madh që nuk e di se si mund ta përjetoja. Po mirë, nga çunat që janë aty brenda, kë shikon ndoshta me sy pak sigurisht pak më tërheqës, më lojtar, edhe në ndjenja flasin. Nuk kam ndjesi për asnjërin aty. Ça kisha pëlqime, dola, i konsumova, i eksplorova më sakt. Tani pyetësorim pak pikant të lajm për ma vonë, ne do të bëja një thuaje troç, Marcela. Po. Okej, vazhdoj me ca pyetje kështu random. Okej, jep. Okej. Kush nga konkurrentët po aktron për kamerat? Të gjithë. Ti je një nga Edhe ato? ti? Ja. Okej. Richardi? Jo, as Richardi. Inzore. E po tani të gjithë përveç juve dyve. Po pra, sikur nuk shkon. Unë mendoj ju dy jeni protagonistë, ç'është kjo? Dgjoj, ideja është që unë dhe Richardi jemi shumë real në atë çfarë bëjmë vet, por në momentin që ke kamera, si në Big Brother, si në përputhe, në çfarë do lloj edhe juve këtu interpretoni për kamerën deri në një pikë të caktuar. Kush mendon se është në përputhje vetëm për famë? Prap të gjithë. Të gjithë. Tani përderisa ke ardhur që të Njihesh nga e gjithë Shqipëria dhe të krijosh një lidhje përpara gjithë shqiptarëve, ti e do famën. Kush shtiret sikur është i dashuruar? Për momentin nuk kam ndonjë të dashuruar aty që të shtiret. Po Dasina e ka? Po. Dasinën e pash që bëte si dashuruar me të gjitha ata çunat atë. Dasina mund t'i ketë qef, po nuk është e dashuruar. Okej. Kush ndryshoi sjelljes apo mori pak vëmendje? Nuk e di, mendoj në fillim Katerina kur mori vëmendje. Po tani nuk është se ka ndonjë person të caktuar. Kush mendon se nuk është gati për një lidhje serioze? Të gjithë. Ti vetë. Mendoj që të gjithë janë emocionalisht të padisponueshëm dhe kanë nevojë të gjithë për terapist në atë emision. Terapist. Kë nga djemt nuk do dilje kurrë në takim. Dhe arsye. Prit mendoja. Kur nuk kam me Ledianin për shembull. Nuk e di a njihni Ledianin, është një djalë i ri që ka ardhur. Okej. Neve do ta ndërprisim pak këtu këtë pyetësorin, për të kthyer me një akoma më pikant, kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish këtu në Shizon Air, na dëgjoni me vëmendje sepse tashmë kemi një pyetësor pikant, totalisht pa filtra dhe plus 18. I kam shumë qejf të pyetësorë. E nisim me pyetjen e parë. Çfarë të tërheq më shumë fizikisht tek një djalë? Fizikisht, duart dhe kofshët. Kur i ka Kofshët, duart e mëdha dhe te kjo pjesa këtu e dorës e ka kështu si katrore, keni parasysh? A tregojnë ndonjë gjë ato duart e mëdha apo? Apo thjesht është pëlqimi jon? I fortë. Cili nga djemt të përputhen nuk të tërheq as pak fizikisht? Rindi. A të tërheq Ai Rindi. trupi apo truri dikujt? Më falni. Trupi apo truri të tërheq më shumë? Tani dihet për të gjitha ne si fillim është pamja fizike, më pas është truri se sa mund të ngacmoj
seksualisht. A ke pasur ndonjëherë friends with benefits? Ça pyetje bën Olivia tani? A vëtë Kush nuk ka pasur friends with benefits dhe kush nuk ka? Ja, Ka që s'kan. ja. Po lëri tani Jo, mos ka që bëni s'ka. mos bëni si gocat e përputhen që Jo, bëjnë ne nuk po përputhen bëjmë- jashtë jo, jo. emisionit dhe pastaj jo, vjen mi, emision Marcela. dhe janë turshme. Ashtu si A ka ndodhur që s'ku debate kishim çfarë. Dela shumë vet. Marcela, a ka ndodhur që kimia të kthehet në diçka më shumë brenda një nate? Pra, a ke pasur ti një one night stand? Ishte pak pikant kjo, kështu që. Ideja është këtu që me one night stand nuk mund të krijohet diçka më shumë. Jo, nuk të por pyeta, por për të pyeta me friends- kimia, kupton, të kthehet për diçka më shumë brenda natës. Që ta Kështu vazhdoj. që mund të është them one me night një stand. friends with benefits ka ndodhur që të krijohet diçka më shumë. A të pëlqen të marrësh kontrollin apo të nënshtrohesh? Të dyja. Ça lezeti ka Marcela, që ti je se pak smer atë- mashkulli pak në kontroll. Ti pak atë imazhin që merr kontroll. Mëngjesi pas një nate të zjarrt, i sikletshëm apo i bukur? Pse duhet të jetë i sikletshëm, mund të jetë prapë i zjarrt. Tani puthje. Kruhemon me pyetja, kupton ti? Ngela të puthjet. Puthje të gjata apo prekje të rrezikshme? Puthje gjata. French kiss. Vend Kiss, publik, qa- vend publik apo privat për momente të zjarrta. Po privati po edhe publiku nuk Për më herë thënë, janë nëse s'ma. nëse je në një vend publik dhe ndodh që ke një shkëndim momentale. Ja, e shfrytëzon atë vendin publik apo te video ndodhi në Pre, sat publik. Sa do rrezikoje? Them drejtën s'dua t'ja di fare. fare? Nuk e mendon, nuk sheh. Jo, për shembull, unë jam frekuentuese festivaleve elektronike, Po, tash se ishte Richard. Richard. Vendi më i çuditshëm ku ke bër seks. Nuk përgjigjem për këtë. Jo. E vëmë në siklet Marciele, ja. Në fund. Jo se jam hapur shumë kohë dhe fundit nuk dua të hapem më Po shumë. tani për këtë pyetje s'do hapesh? Jo, do i ruajm ca prit se Çfarë po thoj për festivalet, ha? po thoja që jam frekuentuese e festivaleve dhe normalisht kur je në një atmosferë të tillë të vjen të puthësh dikë ose të kesh diçka më shumë të fërkohesh atë gjë unë do ta bësh, se s'ke si mos ta bësh. Jo nga këto milavatriqe ama, se ças kemi dëgjuar, ka ne gjam, na thuj pak është shumë i çuditshëm ky vendi? Mund ta imagjinoj? Ndoshta në festival. Jo. Ajo i duket normale. Ajo është normal. Ua, unë duhet të di përgjigje. Marcela, nuk flejm dot. A doni përgjigjen? Po. Në pyll. Po. Okay. Prita na gjë. Nuk jam shumë eksperimentuese, të them drejtën. Priti jo. Ne ka vështegër për rreth apo? Si? Jo, s'kishte. Jo, ishte kështu pyll përballë detit. Ajo që nga romantike. Tek Richardi, më shumë të tërheq shikimi i ti apo prekja e ti? Prekja. Se Richardi është shumë innocent si natyrë, është shumë i pastër dhe mënyra si prek, si të mban, si përkujdeset. Xhelozia nga partneri të ndez apo të fik? Tani duhet të jetë pak fare xheloz, pak. Sa më thën, po nëse është shumë pastaj më fik i them mirëpafshim se si jena për njëri tjetrin. Mendon që dashuria pa pasion funksionon? Jo, Po pasioni pa dashuri, asgjat? s'gjat. Zgjat. Është shumë. Po se merrën ca flashbacks edhe Ne pas çdo gjë që thot Marcela mi, ha. Sepse më pëlqen hati. Ore, unë tu do të përshkruaj të guximshme, sepse ti flet o vlla, nuk e ke problem. Ja, i kemi thyrë gjitha tabut. ja për shembull ishi im më thoshte Më fal, bëni gati për një Ta bëjmë në kor. jo, më thoshte që ti je shumë e guximshme për të qenë e dashura ime. Aha. Nuk ndihem mirë me një femër kaq guximshme. Nuk ishte ujë. Ishte një narcisist. Po, çka ka qenë komplimenti më seksi që ke marrë ndonjëherë ose më i çuditshmi? Më i çuditshmi.
Po pse ju I mbani mend komplimentat që ju bëjnë? Po nëse ke pas ndonjë që është I çuditshëm, e mban mend. Mund të jetë edhe thjesht një koment Instagrami. Nuk e di, nuk më pëlqejnë këto komplimentet me atë zhargonin e lagjes. Pas ke dalë si rrush, o lal sa e mirë qeke, këto nuk Try harder. komplet. Si mendojmë që të kalojmë pak tek Big Brotheri? Duke qenë se ti je pjesë e përputhen, disa nga ish konkurrentët që ti ke pas në format janë brenda, je gati të flasim pak për Big? Gjithmonë jam gati për Bikun. Kemi një banor tjetër këtu. Tani, Casey, Ina dhe Stelina normalisht. Ki pa disa reagime të lidhuna me këtë tre kënd që në rrjetet sociale. Si do të analizoje ti secilin prej tyre? Domethënë edhe situatën mes tyre. Si do I analizoja si karaktere, do të thuash? Gjithë situatën. Nuk e di gjithë situatën. Është një situatë me një dinamik shumë intensive. Casey ku anon për shembull? Sipas teje. Kujt I jep drejt? Tim Stelina apo tim Ina? Atëherë, ajo çfarë kam vënë nga Casey është që Casey është I tërhequr, jo vetëm Casey, por meshkujt në përgjithësi janë të tërhequra nga femrat që janë të buta dhe femrore. Gjë që Stelinës I mungon paksa, duke qenë se më së shumti është në energjinë e saj mashkullore, për sa I përket polaritetit të energjive. Dhe kjo ndodh nga traumat që Stelina ka pasur duke qenë protektive gjatë fëmijërisë së saj, ka ndërtuar atë karakterin e fortë që nuk e ka shumë butësinë femrore, ndryshe nga Ina për shembull që është fëmia I përkëdhelur që nuk I ka rënë një shpull prindi I saj. A mendon që Ina mund të jetë shkaktarja së daljes së Casey? Jo, Casey doli dhe nga përputhen me forcat e veta. Kështu që edhe Big Brother doli me forcat e veta, nuk mendoj që ka ndikim dikush. Biles mund të them që është Casey ai që edhe Ina dhe Stelinën I kanë mbajtur të lidhura pas imazhit të tij dhe ato akoma nuk e kanë treguar veten e tyre të vërtet kush janë. A beson ti ke lidhja Ina Casey? Besoj ata kanë kimi. Më shumë se Casey Stelina. Po. Ke thënë që I bashkon trauma Casey dhe Stelinën. Çfarë trauma I bashkon? Ideja është këtu, ajo çfarë Casey merr nga Stelina dhe nga Ina janë dy lloj validimesh të ndryshme. Nga Stelina I merr dashurinë e pakushtëzuar, të pastër etj që ai mund të kaloj kufit dhe ajo sërish t'i kthehet. Është një privilegj që jo çdo femër ta jep. Kurse Ina është sfida, është rreziku, është adrenalina që atë e kënaq që një femër si puna Inës me atë lloj karakteri që mund të tikë nga duart çdo herë, mund të jetë ti. Nën kontrollin e tij emocional. Nga puthja e parë që patëm në Big Brother, si të duk Puthja e parë. Puthja e 101. E 101. Po sa janë puthur ata para se të fusnin Big Brother. Çfarë din ti Marciela? Na thuaj tani. Dgjoj, unë nuk them deklarata çfarë di unë që ke parë ti të puthen që e thua. Dhe më thanë që ka, por nuk po e deklaron ti. Tani, unë them sipas çfarë ke pa? Çfarë mendoj unë. Mendon? Tani, në momentin që ti del në klub, puthesh në klub, poston story duke kënduar bashkë në makinë, disa herë, shkoni në po të njëjtat lokale bashk, tani aty në makinë si jeni puthur ju? Si jeni kapur ju në makinë? Apo mbas makinës, apo Stelina me kë ka më shumë kimi? Me Casey apo me Chrisin? Me Chrisin e përputhen, Me Chrisin s'ka fare lidhje Stelina mendoj si karaktere. Kurse me Casey çuditërisht ata janë deri diku për njëri tjetrin, sepse ajo çfarë I karakterizon është që të dy kanë atë arrogancën e njëjtë në mënyrën si komunikojnë. Ndoshta ajo është arsyeja pse nuk shkojnë bashkë. Të dy kokë fort. Po, është një nga arsyet. Si të duk reagimi I Stelinës kur pa puthjen brenda shtëpisë së Big Brotherit mes Casey dhe Inës? Ishte parë dhe më para. Jo, çfarë ka ndodhur në Big Brother pas një kërcim? Tani.
Atë faktikisht e kam vuajtur dhe unë kur e kam parë, më ka ardhur shumë keq për Stelinën dhe jo realisht. Më ka ardhur shumë keq sepse Stelina ka përjetuar makthin e çdo lloj femre ose çdo lloj personi që mund të jetë i dashuruar. Kështu që për te fakti çfarë mund të ketë Stelina që mua s'më pëlqen, unë prapë përkrah Stelinën sepse E përkrah po ti e ndjen që gocë është e dashuruar me atë çunin? nuk është e dashuruar me Kesin Stelina, është e dashuruar me programimin që është bërë që e vogël që Kesi ja mban të aktivizuar. Figurën maskullore që i ka munguar, mund të themi. Po nuk është figura maskullore që i ka munguar. Është figura maskullore që e prek në plagët e saj. Dhe duke qenë se ajo është mësuar që të preket në plagët e saj, nuk është do dorë nga Kesi. Cili nga djemt të Big Brother VIP 5 ti do doje ta kishe në përputhjen? Cili ti tërheq më shumë që mbasi do kishe bërë edhe një date? Asnjëri. Wow. S'kam kimi me asnjëri. Po ti nëse do futesh në Big Brother VIP 5, kë do kishe kundërshtar edhe kë do kishe aleat? Shumë pyetje bukur kjo. Mendoj që mund të kisha kundërshtare Selin. Është një karakter i fortë, është interesante, është e talentuar, po I don't like her, nuk më pëlqen. Kë do kishe aleate pra? Greta. Nuk e di. Them drejtën, unë e shoh veten duke luftuar vetëm Big Brother, nuk e shoh sikur mund të kem një skuadër. Të duhen, na da alatët aty. Kush të pëlqen? Varet çka kimie mund të kishim, për shembull, Kush ta e pat energjinë duke i ajo pa amanet nga... si Lore. për shembull me Loren mund të më ngjiste muhabeti, mendoj, nëse do isha. Marcela, ne ishim shumë të lumtura që të kishim këtu pjesë tonën. Shpresoj ta kesh shijuar pafund të bisedën e gocave. Po, mi nxorë të gjitha. Faleminderit që i ndave me ne. Dhe neve do shihemi pas pak me një tjetër të ftuar shumë interesant. Ju putem. Jeta ime mban emrin e saj, sot e për jeta të do mbaj. Ajo struket në ëndra pa fjalë, se ajo është ajo. Jeta ime mban emrin e saj, sot e për jeta të do mbaj. Ajo struket në ëndra pa fjalë, se ato janë ato. Kemi zbuluar direkt pa pritur fare, kemi Erik Loshin sot me ne në She's on Air. Erik, mirë se erdhe. Mi se u gjeta, po nuk e di se si doja dalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, po. Atë them të unë për ty, si doja dalësh ti. Si ja doli në Big Brother Erik, doja dalësh e këtu me të keq. Kjo është më keq. Se këtu që ka kështu me nominima? Po, kjo është më keq. Ku do nominoje këtu direkt? Ka me mua. Ja. Ato që e kam. Po, dy emra, dy arsye. Më bukur se s'e di as emrin për të. Do ta marrësh vesh shumë shpejt. Okej. Erik, në qoftë se do ta riktheje kohën pas, çfarë do bëje ndryshe brenda shtëpisë Big Brotherit? Përveç se t'isha pak më i qetë si gjë tjetër. Do me thënë je penduar që je treguar kaq. Po patjetër çdo njeri kur acarohet pendohet edhe në jetën e përditshme edhe Big Brother edhe kudo. Nuk agresiv nuk kam qenë, arrita të theksoj prap, impulsiv. Domethënë ti nuk gjen një gabim tek loja jote. Jo, sepse unë nuk kam hyrë fare për lojë aty. Unë kam hyrë për ta shijuar, kam hyrë për të parë ambientin si është dhe për të jetuar një reality show. Po nëse ti që je fut për të jetuar një reality show, a ke qenë vetë janë 100% gjatë rrugtimit tënd Big Brother? Patjetër që kam qenë Po që u futë për vetja. pushime, më mirë kishte vajt në borsh, aty kishte bërë ja 2 javë pushime. Është dimër lale. Kur vi vera do shkoj. Jo, edhe unë jam me linjën tënde sepse unë kam thënë në çdo intervista unë jam fut për jo për ta shijuar, po për të qenë vetvetja, jo për ta strategji. Bashkë me Erikun mi fusin një palë pushime. Unë 64 ditë i kam bërë, kështu që mendoj që emri im deri diku kujtohet, jam shumë rregull me çfarë kam bërë. Shikoj, ideja kësaj që është që unë futa në atë lojë, se më ka thënë në një intervistë me Kiara që është ëndra ime nuk ka qenë Big Brother, ka qenë një kuriozitet për ta provuar Big Brother, sepse ëndrat e mia unë pak a shumë i kam realizuar në jetë, të dalin në Top Fest, dëntën që në qohë gjithë pallatë kongreseve në këmbë, ajo është ajo, një këngë që ka 15 vite, shumë këngë tjera, mbi 35 videoklipe, mbi 10 pjesëmarrë, mbi 16 pjesëmarrë në festivale ndryshme.
Kështu që vetmi ëndër që ka ngel pezull, domethënë është fitoi çmimin e parë në një kompeticion festivalit, qoftë dhe shkoi në Eurovision. Kaq. Kush ka qenë një banorët që të ka zgënjur më shumë? Miri. Do thosha për Mirin sepse siç e thamë pak përpara, domethënë ka disa njerëz që futen me një kontekst loje dhe Miri është 100% në lojë. Unë e njoh nga jashtë Mirin, e kam mik. Mund ta quash mik. Po, mik, po. Që dilnit jashtë Big Brother keni dalë. Jemi në koncerte ndryshme, kemi dalë me Landi, kemi rastisur disa herë me Mirin, jemi takuar, ka goxha takime. Raport më i afërt se sa thjesht koleg mund ta themi. Sepse në një intervistë gruaja jote kishte thënë që thjesht janë kolegë. Po, tani gruaja ime nuk e di se po ka dalë unë domethënë. Ah, okay. Po, është vërtet. Më të di shokët burrit. Ideja është domethënë, jo, fatikisht më shumë jemi koleg, por edhe kemi dalë shpesh herë për dreka për darka, me takime nëpër studio, jemi takuar shumë shpesh. Nuk po them shok që rrim për ditë, por që ne njëjemi. A do të ke shok pas lojës Big Brotherit? Patjetër që po, pa diskutim që po, ne njëmi nga miqtë përbashkët edhe nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, kështu që Po në çfarë aspekti të zgënjeu, pra? Po sepse ishte përqendruar totalisht 100% në lojë dhe kishte vajtë për pushime, ndoshta Erike dhe prandaj disa njerëz e ndajnë, futen me qëllime të qarta. Po mirë, unë ashtu futa vajta për pushime. Vajta ta shijoja, nuk vajta të luftoja. Shijove të paktën Erik. Po shijova shumë. E shijova shumë sepse ka qenë sepse një person edhe eksperiencë. Ja, i di këtyre që janë me pushime në Big Brother dhe flasin. Sepse pastaj ti mund gjesh një Erik që jashtë pastaj të pranon prapë edhe miqësinë e gjitha. Po ti mund të dalësh edhe mund të kesh humbur respektin e shumë kolegëve edhe jeta vazhdon. Është e vogël kjo goca, do rritet, kështu që vazhdon. Jeta vazhdon njerëz. Nuk është Big Brother edhe skema dhe me trajtu keq njerëz që ti punon, bashkëpunon edhe do jetosh prapë me to. Se ti mendon se Miri e ka trajtuar keq Erikun? Jo, nuk mund të drejton do të keq askush Lali, po ideja është domethënë që Miri ishte fokusuar 100% në lojë dhe humbi kontekstin e respektit dhe gjërave që ka ndaj njerëzve. Dhe ide po spasaron fare. Ideja është domethënë që Miri preku diçka që mos më pëlqeu se në kontekstin e lojës, ishte okay, sepse dhe unë me Mirin pastaj futa në një lojë që dohet kapë një fron, kapja fronin domethënë që lastine. Dhe normalisht ishte një luftë ndërmjet Kesit dhe me, ajo gjë, dhe Miri kaloi direkt në lloj debatin pasi shaka që u bë për krevatin, komplet shaka për lojën dhe kontekstin e lojës, që i futa Kesin krevat. Unë do thoya që një nga banorët këtë vit është krevati, më shumë se banorët. Po jo, unë thjesht kur po flija, në momentin që flija me Miri, futa Kesin, nga që e dija këtë lloj raporti që ata dy nuk shkonin mirë dhe aty Miri degradoi pastaj në situatë, doli jashtë vetet shumë se sa kam dalë unë në shtëpi. U transformua më shumë se sa jam transformuar, se janë shumë gjëra dhe arriti derisa më tha i mund të jesh burri më shumë se i gruaja jashtë. Atë prandaj jam pak i zgënjur nga Miri. Ti aty brenda tregove diçka në të mirë ose në të keq, ti tregove që ne si lushnjar, se dhe nga lushnja jam, tregove që ne nuk etiketohemi gjithmonë kështu si lepuj, po ka ca momente që dim të shpërthejmë dhe të marrim zjarre. Unë tregova edhe një gjë tjetër. Në momentin që më hoq krevatin Big Brother, ka vjetur një javë poshtë, gati në mos gaboj 5 ditë, jo një javë, dhe në momentin që isha për të fjetur me një femër tjetër që ishte Stelina, ka qenë Stelina, dhe bile Stelina më tha, mund të vish, unë nuk fjeta dhe fjeta poshtë, preferoja të flija poshtë, sepse tuleja, domethënë, si thua ato pjesën e karakterit tim. Po, për mirë që e përmende këtë, se ndoshta shumë njerëz nuk e kanë kuptuar. Kam një grua që kam për të fjetur jashtë, domethënë me një krevat, kështu që nuk e ndroj më askën. Shumë mirë. Ti tregove që ke qenë 100% vetvetja. Kush mendon ti se aty brenda ka qenë fake? Kishet si dikush që nuk është. Fake? Po. Çfarë pyetje, ka shumë aty, nuk është një. Jep dhe disa emra, ne i pranojmë. Ka shumë një ndërtash Kristi. Kristi, fare. Po tjetër, pa diskutim fare, Kristi është djalë shumë i mirë. Unë e njoh nga jashtë, e di se kush është. E kam takuar disa herë dhe është djalë shumë i mirë, nuk ka lidhje me atë Kristi. Unë jam surprizuar nga Kristi. Domethënë aty hyn totalisht të maskuar. Angelo, patjetër, është fake 100%. Sepse ndryshon në momentin që ti flet debaton me Angelo dhe kur flet normal është janë dy persona krejt ndryshëm. Është Miri patjetër. Selina ashtu është. Kur po flisje për karrierën tënde që ne të gjithë e dim dhe nuk besoj se ka njeri që se di këngët e tua sot. Si mendon se ka ndikuar Big Brotheri në karrierën tënde, edhe në vazhdimsinë e saj?
Që unë jam bërë pjesë disa memeve që në të mira apo për keq, si e ka marrë me të mira apo me të keq si e ka marrë, prapë kam bërë një lloj lakimi emri që ka qenë për mirë në pjesën marketing të keq, po s'ka po mirë, se pjesa në fund e fare ka rënë qaf, ku zë ti muhabeti se. Bas kësaj. Unë ta them me sinqeritet. Kam qeshur shumë në momentin që Jo, unë kam marrë me sportivitet. Ja se ky më thret Erik qafa. Jo, po shiko, po ta marrësh tamam, po të thyesh dikujt të prekësh në pjesë të trupit quhet bullizim, dhe kjo su kap fare. Big Brother, po ta marrësh tamam. Po dhe ti mirë bërë. Le të hasemi tek bullizimi pak më vonë, të shkëputemi për një këngë edhe do rikthehemi pas pak dhe të flasim sërish. Jemi rikthyer në pjesën tjetër dhe jemi përsëri me Erik Kloshing këtu në Shizon Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Dhe po diskutonim pak këto dinamikat brenda shtëpisë, Erikun, ato memet që të gjithë i kemi parë dhe si kanë reaguar Eriku kundrejt tyre. Po Erik, a mendon ti se Angelo ka qelluar shumë me fat për faktin se sa herë ka qenë nominim ka shpëtuar nga një zar fizik? Dhe unë mendoj Angelo dhe Juela janë të paparë të dy. Do të thënë ka një fat të madh. Megjithatë Angelo, ndryshe nga Juela, është një lojtar që është lojtar i mirë për vërtetës. Nuk është lojtar i keq. Pavarësisht situatave gjëra mundohet shumë. Nëse Juela mundohet që të futet si pyk saktesa ndaj për herë të parë, domethënë në jetën time kam parë që një situatë që Juela domethënë ka bërë vetën që është pjesa me Stenaldo. Erik, të lutem, do më thuash cili banor duhet të dilte para teje sipas mendimit tënd? Ka shumë. Është Juela, është Tani, është Angelo, megjithëse Tani Mos na vlerësoni Tani. Mos e vlerësoni Tani, vërtet është kjo. Është Angelo, është kush tjetër, po dhe Mali nuk e se po bërë një gjë të madhe, pavarësisht situatës që ka ndodhur. Një pyetje flesh me qenë se përmendëm Juelën, a mendon që mund të ketë një romancë mes saj dhe Stenaldos? Shko, Stenaldo nuk kam shumë gjanë. Okej. Vërtet, biles tani më kujtua që më ka lënë diçka për ta kryer dhe unë nuk e kam kryer. Ka thënë tani më kujtuar rastësisht. Do na e thuash tani se me që e the, si do na e lësh sekret. Stenaldo ka thënë të lutem merr numrin e mamit tim dhe pyet a është mirë apo jo. Dhe mos më harro ta bësh. Dhe unë kam harruar t'ja bëj. Dhe unë do t'ja bëj atje. Do ta bësh patjetër. Patjetër, pa diskutim, sepse më la kështu porosi, më kujtuar pikërisht këto. Me Stenaldos dhe Juelës, nga ana e Juelës nuk besoj që do ketë histori. Kështu që nga ana e Stenaldos beson që mund të ketë. Po nga ana e Stenaldos dhe mund të ketë. Sepse është njëri që shikon për te syrit, për te shumë gjërave. Po a mendon se mund ta përdori ndoshta edhe këtë pak si strategji Stenaldo për të krijuar ndoshta një çift interesant brenda shtëpisë? Nuk e ka të nevojshme Stenaldo të përdori diçka si strategji, se ka një armë të fortë që është shumë i zgjuar. Është. Të gjithë e kanë kuptuar, po sa të zgjedh zgjuarësia në pa brenda shtëpisë. Shikoj, mund të jetë edhe kjo. Po mirë me shemi. Por nuk besoj që e ka të nevojshme për të bërë një histori dashurie sepse ka se Ina ka ba një batutë shumë të shëmtuar, por ajo batuta nga çfarë lindi? Ti mendon që ka një bazë kjo batuta apo krejt kot? Nuk është Stenaldo që mund të ngacmojë gocë ose ka nevojë për gocë. Kam jetuar vetë me Stenaldo, nuk e ka fare atë kontekst, nuk e ka. Po kush është ai banor brenda shtëpisë që ngacmonte më shumë gocat? Shko, për të vërtetës, gjithë shunat që kanë qenë brenda, se atë kam diskutuar edhe me Kesin kemi qenë brenda. Ne kur shikonin gocë që laheshin dush kthenin kohë nga krau tjetër, përveç Mirit që shikonte, Selin, si diskutoi, po jo. Ta e kam në kontekstin e respektit. Po çfarë mendimi? Nuk ka lidhje se syt përpara, se gjithë meshkuj jemi, patjetër që kur shikon një trup bukur të bën përshtypje, po ideja është që në momentin që e dim që jetojmë në një shtëpi, Erik dhe një mashkull duke bërë dush atje për shembull, e shikon thua ça trupi pas ka ky, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Jam dakord, po e kam në kontekst tjetër, nuk ka pas ngacmime, domethënë seksuale ndaj femrave ose femra ndaj meshkujve, se është dyanshme, patjetër. Pak te këto çiftet me që folën për Juelën. Po Casey me Inën, të duket vërtet që është çift që e pëlqen njëri tjetrin? Meqense ti e njeh Casey, ke një marrëdhënie të mirë me Casey.
Ne e dim nga Duam sinqeritet tani, se telefonata kjo që pate. nën qeshje tregon diçka. Jo, nuk tregon asnjë gjë sepse nuk di se çfarë raporti ka. Ideja është domethënë që një perceptim, një ndjesi që ti ke pas nga afër. Unë mund të ta drejtoj dhe pyetjen kush po luan nga ata të dy, kush po luante më saktë nga ata të dy dhe kush u doq nga loja e tjetrit. Casey. Po luante. Po luan apo u doq? Casey u U doq. A, dia unë që kishe për U të... doq. Casey u doq. Casey u doq. Po edhe po Apo si kishte hyrë ka vetja për lojën e saj vetëm tani. Shiko, unë mendoj që nuk e di, do ta them, Casey më fal. Po ky është mendimi im. Mendoj që Casey do Stelina. Serio? Nuk mendon se do thjesht konceptin e saj si vajzë dhe jo ato në të vërtetë? Nuk e di, kështu e mendoj unë, kështu faktum shumë, kështu e kam parë. A mund të lidhen pak me atë që Nuk e di. Më fal, kërkoj falje Casey, po kështu e kam menduar bile s'kam dashur ta them Big Brother të. Te gjatë je Në ndjenda Prime. me than, apo ke dëgjuar diçka? Jo, thjesht është parandjenja ime, është nuk e di pse. Është ndjesi telepati. Unë Casey e kam pa shumë lojtarë, kështu që unë mendoj gjithmonë që Casey mund të ketë dashur romancen me gocën e mirë siç është Selina, për të qenë më i suksesshëm, edhe në lojë, edhe në histori, në gjitha. Nuk e di pse jam i bindur për këtë. Nuk e di, kam një lloj bindje brenda vetes time. Të betohem që nuk kam komunikuar kurrë me Casey për këtë. A mund të Asnjë lidhe me moment. diçka që the pak më parë, me çështjen e besnikërisë ndaj gruas tënde? Miri ka dhënë një deklaratë aty brenda dhe ka thënë që un kam një grua ndërsa ti ke shumë gra jashtë. Si do jetë raporti yt me Mirin Më shumë se jashtë? një grua. Mund të jesh. Mund të jesh, kur i thashun burr grash, që kisha në kontekstin e lojës, ti mund të jesh burri më shumë se një gruaja jashtë, jo unë. Okej, si mund të jetë raporti yt me Mirin mbas kësaj që tha? Kërkua Kur të falje dalë? njëri tjetrit, I kërkuat Po falje. gruaja unë jote aty. si e priti këtë? Se nuk e di shumë mirë këtë lloj gjëja, kështu që nuk ka. Po nga S'u që kemi jemi diskutuar fare. S'ka pasur nevojë. Edhe kemi kërkuar falje njëri tjetrit brenda shtëpisë ne, unë me Mirin, kështu Më që. pas kanë shpëtuar kësaj gjë. unë doja të pyesja për raportin e Mirit dhe Selinit. Kush mendon se është duke përfituar më shumë nga tjetri Të në dy. këtë rast? Kush po lun më shumë? Të dy. Selin përfiton nga Miri. Selin, ja. Unë them Miri nga Selin. Unë mendoj që Unë them Miri nga Selin. nga të dy mund ta haj Miri pastaj nga Selin. Miri nga Selin është, më besoj që është, nuk e di, është e papar. Po kafe me kë nuk do pije jashtë. Me gjithë më do pija, pse mos pi kafe. Edhe me Kristi do pija? Po edhe me Kristi më do pija, pse çfarë problemi ka? Kristi është brenda lojës aty, jashtë është tjetër person. Unë ne kemi qeshur edhe kohët e fundit, pastaj kam situata më komike brenda shtëpisë me Kristin. Do na japësh. Ai duhet dhe polici. Jo, Kështu që Do na japësh. Ajo ka qenë super diçka sketch, momentale, është vërtet, nuk ka diçka më shumë se sa një lojë nervash. me Kristin. Me Kristin. Me Kristin, momentale ishte patjetër pa diskutim. Do na japësh nga një epitet për këto banorët që do të përmend tani. Po edhe kur e kam theksuar, fal, që është i paftyr, ke paftyr në lojë. Okej. Jo si njeri, e kupton se s'ka lidhje, se unë si gjykoj si njeri si artist, ai është një artist shumë i mirë dhe një shumë i Rikthehet mirë. shpreha në kuadër të lojës. Do më japësh një epitet për Mirin. S'ke magji. Brikena. Del për dinaka. Ina. Del për dinake edhe kjo. Po, Del për dinake. del për pa dinaka. Pa dinake. Pa dinake. S'është dinake. Kise. Beton. Kristi. Lojtar. Mateo. Lojtar skuadra. Stelina. Skuadër me kë, më fal se po ndërprej. Lojtar skuadre, nuk ka lidhje, s'është vetëm lojtar skuadre, do thotë ti je vetëm me njerëz aty mena, varet ka ke skuadrë nga jashtë. Ose kush mbështet. Ka një super mbështetje, kështu që Po, këtë do ta kuptoja pak. jo, duhet ta kuptosh ta. Stelina. Stelina Si duket po. jo, është gjithmonë në trekëndësh në lojë. A mendon se mund të ketë lojë këtu të doja? Mendon se Stelina mund të ketë lojë pas daljes së Caseyt në vazhdim? A mund të ketë Stelina një personalitet të vetin në lojë apo u lidhte vetëm me trekëndshin? Do jetë më e qetë Stelina tani. Po Ina. Ina ka përshtypjen do dalë shumë shpejt.
Do dali vetë. Ka që do e gërsohet akoma më shumë. Unë mendova Do dali shumë shpejt. në momentin që Casey doli nga shtëpia, unë mendova se Ina do çojë dhe do kërkonte edhe vetë ajo dilte nga shtëpia, sepse edhe në Ma sa pa shumë kërkoi dilte. Po nuk e la Casey. Unë po shpresoja që ajo të dilte se edhe loja shumë ul vetë më vonë, kupton. Ajo Hedi pa keq. Përdi pa keq. Ajo nuk është vajzë e keqe, ma beson, unë njoh nga afërshinimi me shumë zemër mirë. Kalojmë pak në publicitet. Në publicitet dhe vim pas pak. Jemi rikthyer në She's On Air, jemi me Rikloshen dhe direkte do futemi me një foto që ka tërbuar rrjetin. Dhe është komentuar goxha dhe mendoj se edhe kjo nuk shpëtoi Riklo për pak meme, ëh? Unë tani e pash fatikisht. Po që keni dal bukur. Po të bukur jemi ne. Si ka luar mirë, çfarë diskutuat, si u bët bashk, na iluminoni pak. Në momentin që Casey doli nga loja, unë kam qenë studio, kam qenë në Prime, më shkruajt janë filan vënd, vajtë më takuam, Casey? Asi që ishte i busqeshur, haj, për qef, se biseduam. Ishte loj, okej, shumë mënua, se për majtë do të vetën, kaq. A të tha këtu Casey që ka ndjenja për Stelinën? Aha, po si ishte këtu. Dhe një, po e ritheksoj, Casey nuk ka thënë asgjë. Okej. Thjesht është i mendimi imi. Po për Inën. Gjibo. Gjibo. Qa do Gjibo? Gjibo si Gjibo. Me Gjibo kam i bashkëpunim. Projekte të reja. Mund tjetë, ose më shumë si mund tjetë titulli të puth pak të qafa, ose të puth ke qafa, diçka e tillë. Kush e ka menduar titullin për kuriozitet? Është një produksioni bërë nga Edli Begolli, ishte një tekst gjysmë, domethënë pjesë e repimit Gjibo e ka shkruar vetë, ku po mbledh pjesën e qafës e gjitha gjëra. Okej, domethënë është Mëran qafë dhe Gjibo Jo, është goxha e bukur, flet është një tekst që përmbahet paksa shtëpisë brenda Big Brother. Është shumë nice, mund të jetë pjesë e këngës dhe Flori, akoma nuk është e vendosur 100%, Flori oficial. Po me shumë mundësi, po, e kam shumë dëshirë që ta fus brenda, shumë shpejt do realizohet si klip. Si këngëtar Flori? Apo thot atë, çuna përshëndetje. Paga shumë, po. Paga shumë, po. Interesante. Dhe ka ca gjëra ca, është këngë që është allegro, është e gëzueshme, nuk është këngë balad. Dhe më thënë Gjibani dhe këtë vit ka arritur të përfshinte në shtëpinë e Big Brother kur nuk merrte pjesë, sa që ka shkruar dhe tekstin. Fantastik. Patjetër. Gjibani është nga njerëzit me ide shumë të forta, për mua është një reperet më të zgjuar në Shqipëri për Izvërtetës, sepse ka ide dhe ka shkruar goxha bukur. Shkruan edhe shumë shpejt. Shkruan edhe shumë shpejt, po është vërtet. Edhe ka ide momentale. Kështu që është për të përgëzuar. Jo për të përgëzuar, për të përgëzuar. Apo se kam të komshi, mas kam dëgjuar në këngë, mas jeni ju me këngën e juaj. Duke u ndalur tek projektet që do të vinë nga Riku pas Big Brotherit. Më përpara ke thënë që keni pasur me një këngë me Shpatin, të cilën ju keni menduar për ta nxjerr, po nuk mundët. Ke ndoshta ndonjë inteligjencë artificiale, ndoshta mund të ndihmonte për ta krijuar këtë situatë të këngë? Që para se Shpati ndronte jetë, ne e kishim në studio si këngë, po prisja që të marronte koncertet e tij, që të vinte të jetë zëri. Ajo është këngë që e bërë, nuk e kam zjerë për një arsye vetëm se nuk dua që njerëzit mendojnë që po përfitojnë nga kjo gjë. Kam qenë gati duke nxjerrë ditën që jam fut Big Brother, pastaj jam të rreq prapë mbrapsht për këtë arsye. Po që besoj që ka ardhur momenti që duhet nxjerr. Është edhe një omazh, është diçka e bukur, është një kujtim. Jo gjithmonë mund të merren gjanat për këtë. Mund të na këndosh vetëm një pjesë të asaj këngës? Nuk e di, nuk duhet ta bëj apo jo, sepse duhet ta lë çik si surprizë, me thënë drejtën, sepse duhet fus edhe pjesën e Shpatit brenda. Si realizohet pjesa e Shpatit? Për ta dëgjojmë. Nano, moj nano, zemrën ma ka marrë, qika malsi se bukur si kur zan. Nano, moj nano, zemrën ma ka marrë, qika malsi se bukur si kur zan. Kaq mund të tregoj.
Është një këngë që është pak a shumë në ritmin të vallës kosovare. Jam shumë i sigurt se ishte një hit, po të ishte edhe shpati këtu. Po kam përshtypjen që edhe mbas daljes kësaj këngë që nuk e di. Prapë unë kam marrë pak a shumë dhe lejen e familjarëve për ta bërë me Ajin, me ai, si quhet, ai thëm. AI. Të shoh, akoma nuk e kam vendosur 100%, por ne kam lënë pak pezull për ta nxjerrë, se nëse do ta nxjerrë dhe me zërin e tij, nëse nuk e nxjerr jam fare se ka. Dhe ne do ishim shumë të lumtur vërtet si publik për ta pasur këtë këngë, kështu që shpresoj pafund shumë që t'ja dalësh ta sjellësh tek ne këtë. Unë di që edhe një nga arsyet që Shpati kishte pranuar ftesën e Big Brotherit ishte sepse do ishit dhe ti dhe Stin, është e vërtet kjo gjë? Është shumë e vërtet. Me Shpatin. Me Shpatin kemi fol përpara se futeshim Big Brother dhe kur në shka kontratën kam qenë me të. E që në e fundit bilet si kam taku. Madje unë di që ka kanë një kërkesë e ti që të ishe dhe ti. Po pak a shumë po. Okej. Sepse kemi Anton Prendi është njëti menaxher. Është edhe me Shpatin dhe me mua. Ashtë që është aktualisht. Dhe donte që t'ishim bashkë të dy. Po ja që iku më shpejt. Unë mendoj se janë gjithmonë me ne ngjëjt që largohen. Më prek shumë kjo pjesë sepse e kam dashur shumë si shok. Ka qenë shumë i mirë, djalë shumë i mirë, njëri që nuk prishte qef me asnjë. Ndryshe nga unë që jam pak më impulsiv, jo agresiv. Po prap tregove që ti njerëzit i fal, që ti në fund të ditës e ke momentale Jo, dhe unë kaq. ditë kërkoj dhe falje, po për isë vërtetë se datë shtëpi më kërkuar 8 falje. A ka qenë Shpati ai shoku, se gjithmonë kemi një shok i cili na tërheq dhe na thot bollore çfarë po bën, merre mblidhe veten. Domethënë a ka qenë Shpati tek ty ky shoku? Apo ka qenë ndoshta e kundërta? Nuk është shumë, ka qenë shumë njëri edhe negative e bënte pozitive. Domethënë nuk është se të vinte përpara për një përgjegjësie. Thoshte, "Haro mos e vit më nëse kalon, por se nuk ka gjë se s'është se si mi vrasi, mi pre", e kupton? Gjithmonë ka pas këtë lloj natyre që të bënte të ndihesh e mirë, jo të bënte të ndihesh në faj. Dhe ku ishe faj? Pozitiv. Domethënë, ishte ai shoku i cili të tërhiqte Po patjetër ta thoshte, po ta thoshte me lezet. Okej. E kupton, nuk ta thoshte siç ta thon njerëzit që mundohen që të bëjnë mirë, ndërkohë që janë të zhytur vetëm 100% në atë vorbullin e vet dhe mundohen që të japin ty mend, domethënë shikoj se Qetson kemi. të gjaka, ishte ai tip. Mund ta thuash. Pati zëra për një ndarje nga bashkëshortja nga hyrja në Big Brother, sepse më përpara në një intervistë e shkruar që nuk futen Big Brother se i bie divorcohem nga gruaja. Çfarë ndodhi? Do na sqarosh pak këtë deklaratën dhe hyrjen në Big Brother më pas? Romina se ka pas kur qef që futën Big Brother. Duke e njohur natyrën time që jam impulsiv dhe që mërzitem shpejt dhe i marr gjërat shumë afër vetes. Duke ditur se sa i drejt jam unë jetë, përgjithësi di që nuk i duroj dot padrejtësitë te lojrat që bëhen. Megjithatë unë si tip kokforti që jam, vendosa që ta bind që të futem, se ndyshe nuk do isha futur pa diskutim. Romina shprehur se do të merrte valixhet dhe do të shkonte nga familja e saj te shtëpia e prindërve nëse ti do të futesh në Big Brother. Tentoi ta bënte, domethënë i mori valixhet, iku, e bëri një herë kështu provë. Po përderisa unë jam kaq i qetë, valizhet janë në shtëpi. Nuk e pas ka bërë provë. Ai tha që ja ka E ka thënë edhe aty se e kam pyetur në intervistën që ishte, ja mori valizhet apo jo, dhe tha ja, përderisa unë jam këtu, tha që për ta mbështetur valizhet janë akoma në Kjo shtëpi. bujt e në kontekst shakaje valixhet. A pate frikën? Më fal. Vazhdo. Jo, do të dilja në këtë pjesën që po komentet e publikut ose të mediave janë ndikuan te martesa juaj? Komentet e publikut, jo, përkundazi, më thamë si unë të sugjeroj që mos i shikosh fare pjesën e komenteve, se dihet mos se si janë njerëzit tu, ne kënaqemi duke e parë tjetrin të vuaj ose jemi çuditshëm si njerëz, po nëse harrojmë fare atë pjesën e se kush është personi, se çka ka dhënë për njerëzit, sepse futja fare në artistat japin për njerëz, japin muzikë të mirë, japin 20 vite poshtë karrierë i hedhin vetëm thjesht me një fjalë që mund të quhet agresivitet, siç e thonë, impulsivitet, ta hedhin poshtë gjithë atë pjesë. Kështu që kjo s'është fair, s'është drejt, sepse ne jemi njerëz të gjallë. Siç e shpjegova pak përpara me gjak, si të gjithë, jetojmë si të gjithë, nuk kemi robota që vetëm këndojmë, po dhe jetojmë. Unë jam kurioze për diçka. Në qoftë se do kishte një hyrje të dytë, si do reagonte Romina?
Dhe në fakt nuk dua të ma kthesh ti përgjigjen, po mendoj ti bëjmë Rominës një prank, ta marrësh në telefon dhe ti thuash që më ka kërkuar produksioni për të futur sërish në Big Brother. Dhe ta shohim thjesht përgjigjen e saj. Ja. A doni Gjonin i të sharit të një, për si kini alë? Sa bukur. Butonin pipe kemi në opcion. Ti reality show e bone, kështu që do e bëjmë të këtu reality show. E bëjmë. Hajde. Afrojtë mikrofoni, Erik. Qa po banë? Hiç këtu. Më kanë kërkuar të futen prap Big Brother, që të bëjë? Jo. E morët përgjigjen? Romina, jemi në shizoner. Jemi në voce, jemi në shizoner. Të përshëndesim. Të përshëndesim. Të përshëndesim. Dhe e morët përgjigjen të një? Je shumë transparente. Pse jo, Romina, pse jo? Shqy që nuk thene një nga do të tua, ta manë të keqe. Ka të ndisër doja si s'ka shans. Ta se të thoni si shka si ka të ndisër. Mirë zemër, hajde. Shumë kënaqësi Romina për papshim. Ishte jo e prerë. Jo absolute. Eriku e priste në fakt. Po se di se kam diskutuar. Kalem pak Megjithatë, Çikolla nga kjo përgjigje ata që pak në publicitet. megjithatë unë prap do ta mendoj. Arko që ti e mendon. Ne po kalojmë pak në publicitet dhe rikthehemi pas pak me Shizoner. Jemi rikthyer në Shizoner këtu me vajzat tona dhe me Erik Lloshen. Atëherë, si e ke pritur ti gjithë këtë famën mbas daljes nga shtëpia? Ka pasur më shumë komente pozitive apo negative? Si të zhdukur ty? Kur isha në rrugë dje, dalun një plak të më dishin 70 sa vjeç. Hajde këtu dyre gangster, më thonë. Dhe pashk shumë brapa, thash, me ka pa flet, këmëndon se unë gangster në në edhe shumë pëse edhesh. Hajde të të se e gangster, dhe ta se së uli kollajtë, më thonë. Që mora dhe këtë epitet gangsterit, dhe shëtë që unë nëna jam artistit, dhe shëtë unë jam gangsterit, dhe shëtë. Kjo do të thotë që njerëzit janë mësuar me imazhin tënd vetëm si artist dhe të kanë njohur përtej kësaj. Po s'ka lidhje me gangster logun ajo gjë, sepse ajo është pjesë e një, nuk dua që të kem ato lloj epiteti sepse nuk jam njohur si ti, unë kam kaq vite një jetë në Alzmiz dhe ca vite dhe nuk jam zënë kurrë në jetën time, kupton. Asnjëherë s'ka bërë vaki, as nuk ke qelluar dikush, as s'kem qelluar dika. Kështu që nuk do ngelte te shtëpia e Big Brotherit për të rrahur dika apo për të rrahur mua dikush. Domethënë nuk bën vaki ajo gjë. Dhe fakti që nxorrën jashtë shtëpisë Big Brotherit, siç nxorrën domethënë që Gjoja, siç e tha Ariana që nxorrën Gjoja për siguri se mos godisje kanë se ekziston fare, nuk më merr mendje që produksioni ka menuar këto do gjë, po thjesht ka qenë nominimi i fortë, se për gjithë vërtetës ishte nominimi i fortë. Dhe na kanë nxjerrë mua dhe Mateo. Duke qenë se ke edhe një miqësi me Gjibanin, a e gjen pak veten ke ngjyrat e karakterit të Gjibanit? Jo, fare. Fare. Gjibani ka tjetër karakter, unë kam tjetër karakter. A mendon se të ka ndryshuar jeta tani, duke qenë se ishte një eksperiencë shumë intensive? Jo, nuk më ka ndryshuar jeta fare. Jeta ime vazhdon po njësoj, Një lloj. me projekte, me muzikë, me të gjitha gjërat. Okej, pak më shumë qendër të vëmendjes, kisha rënë pak në qetësi, patjetër, pa diskutim, është shtëpia më e famshme në Shqipëri, edhe për të Shqipërisë. Për i vërtetës, po ideja është domethënë që kisha pak nevojë për pak vëmendje, e morra tash do të shfrytëzoj për gjërat e mia. Dhe tani me këtë vëmendjen, a do bësh një këngë frymëzuar nga gjithë kjo eksperjenca e Big Brotherit? Tani? Tani në vazhdim. Një këngë. Ke shumë këngë, ke shumë këngë. Shiko, po unë vetëm këtu në telefonin tim kam mbi 300 këngë. Tani të kompozuara nga vetëm. Të kompozuara nga vetëm. Pra prisni njerëz këngëtoria nga Erik Lloshi po vin. Pastaj un kam një nga këngë më të bukur që ka kënduar Big Brother, që është e re, që është bërë virale. Do ta këndoj këtu për shembull. Po, atë ka surprizuar dikush me mbështetjen jashtë shtëpisë së Big Brotherit, po flas për figura publike, dikush i mbas edhe nuk. Po, Angela Peristeri. Angela Peristeri. Po.
Mund të na i këndosh pak atë? Atë këngën pa. Se ti mua më lëndove, shpirtin ma elmove, për gjithë shka që ndodhi, e ke fajin ti. Çfarë pati a i më shumë, që ty nuk ta dashun, e tani që shkova, lutesh për sëri, dhe jeta vazhdon e jo nuk dalon, se zemrën ta fal aty, e mbeta me lot në sy. Si mundem të harroj, kush do dit për ty mendoj, pa ty nuk mundem të jetoj, dhe vetën ti me mallkoj. Se fjalët që ne i tham, premtimet që ne i dham, ballkumbe të ndjenjat që i kishe ti. E tani më thuaj ti, se jo unë nuk e di, fajin se pata unë, fajin betet jetim. Se ti mua më lëndove, shpirtin ma elmove, për gjithë shka që ndodhi, e ke fajin ti. Çfarë pati a i më shumë, që ty nuk ta dashun, e tani që shkova, lutesh për sëri. Do da qaj shpirti, por këtë herë do t'i qaj shpirti çunave. Në fund se na qan vetëm ne gocave. Ma ka premtuar Kesi Mini që do jem personazhin të këngë. Vërtet. Unë mendoj që marrësh të tre. Jemi që jemi. Është interesante. Dhe unë prandaj nuk e kam nxjerrur këtë si këngë, nuk e kam nxjerrur akoma këtë si këngë se po pesi dalë edhe Ina. Po mirë, do na bësh në këngë që të vinë dhe ne? Po patjetër më pse jo. Nga 30 e ca ku figurojmë ne? Apo do na marrësh tek e tek për shumë? Tek më? Ka qenë një histori shumë e bukur. Doli kjo inteligjencë artificiale. Është ai momenti që çon një tekst, një muzikë dhe ta bën gati. Dhe ja bëj një miku tim për çurën e vet. E të fillu gjithë lagja. Bëj këngë mua. Dhe të betoj që mund të kem bë tash edhe me normalisht që mendim se patjetër që nuk do e zorosh në gjitha gjërat e mia, se të bësh një këngë nuk është që thjesht, nuk bëhet kënga për 10 sekondë. Nuk mendoj se është e thjeshtë. Shkruan vet? Po mbie pianos, unë kompozoj vetë, jam kantautor. Ideja e kësaj gjëje është domethënë që unë i merja dhe mund të kem bërë 30 vetave këngë për fëmijët. Dhe sa e kaloj do të marr vetëm urimet e prindërve dhe nuk ka gjë më. Ka më bukur në fakt se të jetosh me urime të tilla, kështu që është një gjë goxha e mirë. Unë kam këtë, kam dhe një gjë tjetër që do t'ja zbuloj, që unë dua shumë macet. Vdes për macet, në ka një kafshë që dashuroj një jetë është macja dhe gjithë macet e lagjes janë aty, mund të kemi 15-16 copi ushqej. Kështu që Erik, brenda shtëpisë, kush ka qenë ai emocioni më i fortë apo mungesa më e madhe që ke pasur dhe ajo mendon që të kanë nxjerr nga vetja? Shiko. Thjesht do t'isha futur dhe do t'isha menduar deri në sekondën e fundit që kam dalë nga shtëpia që jenë në pozicionin e kamerave, nuk do t'la kisha harruar asnjëherë këtë moment. Sepse shumë e rëndësishme është njësoj sikur ti është një siç jemi ne këtu, siç jemi të rrethuar nga kamerat, ashtu edhe atje rrethuar nga kamerat dhe pa diskutim, pa asnjë lloj pik diskutimi, të jesh kujdesshëm në rregullimin e flokut. Dhe kur çosh mëngjes në mënyrën se si rregullohesh, sepse jeni përballë kamerave. Domethënë sado që ti jeton 24 orë si në shtëpi, po nuk duhet të harrosh asnjë moment. Ktu do të jetë fuqia e mendjes aty. Do të pyesja pak. Dhe kjo ishte një nga gjërat domethënë që ka penalizuar më që harrova që ditën e parë. Të ndikojnë komentet? Nuk më ka ndikuar dikur, tani jo, sepse njerëzit atë punë kanë kuptuar që njerëzit nuk ndalojnë së dashuri të bëri keq ose të ndihesh keq. Kështu që nuk do jap më atë kënaqësi njerëzve. Po kemi pa që një të ka revoltuar, që është ai Arjan Konomi. Arjan Konomi. Se ka të shumë. Shiko, Arjan Konomi është një nga opinionistët më të mirë, pa diskutim. Me gjithë respektin që kam për të. Por nuk mund të drejtosh nuk e ka jo një artisti është drejtuar bashkëshortes time, akoma më keq se ti isha unë përballë merrte përgjigje siç e mori, po. Ideja është domethënë që nuk mund të etiketosh dikë me probleme psiqike, sepse mund të përfundosh dhe në gjyq. Absolutisht. Unë mund ta hedh edhe në gjyq Arjan Konomi, me atë që ka thënë. Megjithatë nuk dua ta zgjas më shumë,
sepse nuk është për të bërë aq e madhe, se kuptoj që edhe ati ka shpëtuar, se ma tha dhe aty që nuk mundova të ishe shumë kujdesshëm, po që si ishe kujdesshëm. Si të thamë dhe unë po ta them tani që ti ke probleme psikike tash. Ja ktheva më po të njëjtën monedhë dhe me shumë qetësi. Patjetër që më revoltoj, si ishte i drejtë, nuk është absolutisht i drejtë që thon agresiv, ndërkohë që unë s'kam treguar shenjë agresiviteti kundrejt asnjë lloj personi aty. Përveç se me veten time, sepse nuk edhe në momentin që jam qasur dikujt më shqasur po me të njëjtën formë. Dhe siç i kam vajt biles Kristi ka ardhur tek unë, s'kam vajtur te Kristi. Unë nuk kam vajtur asnjëherë Kristi. Kristi ka ardhur afër meje. Vetë person që ka pas një debat që ka pas një lëkurë banane ndoj ka qenë miri, që mi gjithmonë ka qenë duja hedh ato lëkurën, po ndejta mirë aty. Kom preko pjesën e që tha mund vide unë të shtëpia jote, se çam ngatroj. Aty më fikën llampat fare. Ul automate. Unë kam probleme dhe e kam thënë 100 herë vetëm familja jo. Në çdo gjë tjetër, okay, me mua luajnë si duan vetëm familja. Kam shumë problem. Do na thuash tani sipas teje kush janë 4 finalistët e Big Brother dhe kush duhet ta fitojë çmimin e madh? Se janë 5? 4 duat nga ty unë. Pastaj si sa janë nuk i dihet. Me surpriza mund të jenë 5. Normalisht 4. Ta shtrëngojmë pak rrethin ne. Një sekondë se duhet më ndua mirë. Po, shpyetje specifike kjo. Selin, Miri, Kristi, edhe mundfusja dhe Stenaldo. Kush e fiton? Kush duhet ta fitoj? Kush do ti ta fitoj? Kush dua unë ta fitoj? Dhe kush mendon se do e fitoj? Unë dua dhe do të fitoj Selin. Ishte shumë kënaqësi dhe bashkë do shihemi të njëjtën tjetër në Shizoner me të ftuar shumë interesant. Ju putem. Paçi. Tani ta bëj foto.